Historia jonë ka qenë, më kujtohet me datën 11-12-98, isha në Cerja ditë, më telefonon në familja, thot mësuesi i vajzës, ka thirrë, thot ka pyeta ka dhe vajza të shtëpia apo jo. Edhe ju kanë drejtu familja, thot vajza ka shku në shkollë, nuk o kthy në familje për shkollë. Në kohën mas 15 minuta prap thirr mësuesi, thot si më duket vajza ju i thot ka kthy për një urë dhe ka me dekur, ka bë vetvrasje. Unë me gjithë djalë të vogël fillu me i kontrollojmë gjitha urat e sangallës ku po gjejmë vajzën dekme. Askund s'mujtëm ta takojmë vajzën. Kthehen na shkojnë në shkollë të drejtori i baj pyetje. Thot vajza ka lënë një letër në të cilin ka shkruar si lëmtëmirë, letër lëmtëmirëse. I lut na ban më dhon atë letër, tha po ma fotokopjoj ma dha. Edhe fill në atë letër fitova dyshimin si unë çdo gjë në mund tim aty. Edhe pash si letra nuk përputhet kur gjash ka thot vajza, domethënë ai letër thekë si familja nuk u mapin vesh mbathje, se më lanë me shku në shkollë. A di nuk ishin ato gjëra të vërteta, si mushin me mbinë se vajza ka shkruar letër. E marr letrën, shkoj te shtëpia, thirri policinë prej shtëpie. I tham kështu më ka thonë drejtori i shkollës dhe nuk dim për vajzën asgjë. Mas pak minuta më lamrohet ai zotëria i supit aty, kishte qenë zotëri Shtuk mbi emrin, edhe thot vajza nuk është e mbytme, thot gjendet një strehimore. Më pyet thot a keni rënë herë vajzën a maltretoni, a lëni me shku në shkolla? Thash vajzën tonë asnjëherë nuk e dini jetë se kemi maltretuar, se kemi rre as. Ka ndodhur ashtu si një princ si folë fëmijëve aty kina foli na mundu me eduku ashtu si është më mirë më fëmin. Thotë zotëri Shtuki thotë për shajime më tutshme thotë do ta hap numrin e telefonit një zotëri thotë ai punon është pedagog në shkollë. Thotë quhet Christian Hochreitener. Më jep numrin e tij edhe kam shkuar në atë kohën te zotëri Christian Hochreiteneri. I baj lutjet ma lejojnë vajzën, vjen të shtëpia. Tham ku gjendet vajza, tha nuk e di asnjë ku gjendet. Thotë që numrin e telefonit, thotë edhe merre bisedo me ta. E thirri vajzën, më lemrohet një gru s'ma lejon me fol me vajzën. Ndërkohë e thirr ky Christian Hochreitener me telefonin e vet, aty ja lejon vajzën në telefon. E marr vajzën në telefon e bisedon me ta, ja fillon me çajt vajza, thotë a është e vërtetë si gjithë familja nuk më doni më. Thash kjo është një gjë shumë e pavërtetë, ata janë ka të gënejnë ty. Edhe thonë mos marrin familje për kunazi, na dojmë gjithë familja. Edhe ja plas vajt prap vajza kanë edhe ndapritet biseda. Në të nesërmin prap kam shkuar kam balutje zotëri Christian Hochreitener thot pa e vërtetuar thot gjanat në shkollë. Gjithsej thot a është e vërtetë mësuesi ka po thotë se kanë lënë vajzën marrë në shkollë apo është ju janë nëse dalën fjalët e mësuesit thot nuk do të lejojnë vajzën më kthy në familje. Shkon e vërteton gjitha rastet ky Christian Hochreitener në shkollë. Ne vjen edhe në familjet tona, shef banesën, i shef kushtet tona. Shifet si ka vesh mbathje, ka kushte për jetesë, edhe marrin vendim ma leju vajzën. Kemi shku së bashku, kemi marrë vajzën në kanton Cirit. E kanë zjerë një qiri të dyjeve prej xhepit. Një qiri. Ja ka dhuru vajzë. Thot merre besarta, nëse në herë në jetë, në vitet ky qiri ta dhezësh, ky qiri për një problem tonë në jetë. Edhe kem pru vajzën të shtëpia me datën 4 janar 99. Së bashku me vajzën shkojmë te zotni Christian Hochreiterneri. Më thot, unë e kam qenë në familje t'juj, thot, e kam pa familjen si një familje e shajt. Thot, ndërkohë, thot, vajzët ja kemi ndru shkollën, thot, nuk ka me shku më në atë shkollë si ka shku për para, po do të shkon në një shkollë tjetër, cilën edhe djali im i vogli ka shku në atë shkollë. Thot, nuk do ta mëson më pra mësues, po do ta mëson një mësuese. Thot, mësuesi, thot, ta ka qu vajzën strehimore, thot. Jo policia, thot, po vetë mësuesi, thot, pa drejtën e kërkuj, thot. Pak e shumë kam qenë gjithmonë dyshim mësuesin. Prej shëtitjes si ka lyp natën, kemi dyshu se pa vajzën si s'kishte shef me shku në shëtitje.